5 muaj më parë, kur mora detyrën si ministre shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, vendosa që një nga prioritetet kryesore të punës time të jetë përmirësimi i diagnostikës. Dhe kjo merr një vlerë të veçantë, sidomos në fushën e sëmundjeve të rralla. Kjo konferencë është një hap i rëndësishëm në këtë drejtim, pasi reflekton nevojën për të integruar inovacionin shkencor, politikat publike dhe praktikat klinike. Gjatë këtyre viteve kemi arritur disa hapa të rëndësishëm. Që nga viti 2022 kemi ngritur regjistrin e sëmundjeve të rralla, i cili po konsolidohet si bazë për një regjistër kombëtar funksional. Në vitin 2021 u krijua laboratori i citogjenetikës molekulare dhe më pas u vendos në funksionim laboratori i biologjisë molekulare, ku realizohen diagnoza molekulare për patologji të shpeshta në popullatën shqiptare. Një zhvillim strategjik është instalimi i teknologjisë Next Generation Sequencing, që do të përdoret për herë të parë në Shqipëri për përcaktimin e terapive intensive dhe target në hemopatit malinje dhe tumoret pediatrike të rralla. Qëllimi ynë është që këto teste të ofrohen në vend me cilësi dhe standarde ndërkombëtare. Sëmundjet e rralla kërkojnë një qasje të integruar dhe multidisiplinare. Bashkëpunimi me specialistësh, integrimi në rrjetet europiane dhe partneritetet ndërkombëtare janë cilësi për të garantuar standardet më të larta dhe barazinë në akses për pacientët. Kjo konferencë dëshmon angazhimin e komunitetit ton profesional për të ndërtuar një sistem më modern, të koordinuar dhe të orientuar drejt rezultateve konkrete. Çdo hap përpara në diagnostikim dhe trajtim është një hap për dinjitetin, cilësinë e jetës dhe shpresën e familjeve që përballen me një sëmundje të rrallë.